e kemi pas një familjar që ka vdek te Kushërin, edhe kemi marrë punëtor fizik që zakonisht i hapim varrezat me ata punëtor, edhe kam fillu me hap varrezën këtë vendin këtu, edhe kur kanë shku dikun rreth 1 metër thellësi, ne kemi ardhur pastaj e kemi shiqu si janë duke hapur këtë varr, edhe kanë hasë në një batanije, duke thellu varrin, edhe kur e kanë shpalosur atë batanijen e errët në ngjyrë kafe, kemi vrejt që janë eshtra, edhe na qysh e dim traditat janë gjithë musliman këtu të varrosur, e dim që asnjë të varrosur nuk e kemi me batanije, por me qefen, dhe ajo është i bardhë, prandaj kemi dyshu që mundet me qenë një viktim që është prej luftës së fundit. Një informacion në telefonë të cilën pretendoi se në fshatin Obranq ka mbetje mortore i ka ngritur në këmbë autoritetet e Kosovës. Në departamentin për hetimin e krimeve të luftës, një njësi e veçantë trajton çdo informacion që lidhet me dyshimet për varreza. Ekipi ka pranuar informacionin edhe nga dëshmitari dhe sipas procedura pas analizimit informacioni kërkon veprime të tjera specifike. Hetuesit që kanë analizuar rastin kanë ngritur dyshimet e para se në vend ka mbetje mortore të cilat duhet të ekzaminohen. Çdo veprim pas inteligjencës zhvillohet në mbikëqyrjen e prokurorisë speciale. Hetuesit kanë përgatitur raportin i cili i është dorëzuar prokurorit me kërkesë që policët ta vizitojnë vendin e ngjarjes. Shëndetje, prokuror si e? Hajde nëse. Si e? Si kalova? Prokuror si e? Hajde. Urdhër. Prokuror, mbroma kemi marrë një informacion që në fshatin Obranq të komunës së Podijeves, që të gjatë hapjes së një varri kanë hasë në mbetje eshtrore, që dyshohet se i përkasin periudhës luftës, që mund të jenë persona të zhdukur, që ndodhen në listën e personave të zhdukur. Dyshimi është se mbetjet eshtrore kanë qenë të mbështjella në një batanije, në ngjyrë kafe, që është praktike zakonshme gjitha gjetjeve eshtrore që i kemi deri me tashti që i përkasin periudhës së luftës, që janë varrosur në rrethana lufte janë varrosur në atë formë. Domethënë pothuajse se shumica e viktimat asaj kohe kanë qenë mbështjella me batanije dhe janë varrosur. Kështu që për këtë të kemi përgatitur një raport informues, cilin e kemi protokolluar në shkrimore dhe i njëjti po dorëzojmë. Po ashtu kërkojmë nga ana juaj që të na jepni autorizimet qoftë verbale apo të shkruar për ndërmarrjen e veprimeve hetimore për procedim të matutjes në këtij rasti. Atëherë na siç edhe kemi vepruar deri me tani, në bazë të rregullave që i kemi ndërtuar në këto vite, hapi i parë është me identifiku vendin, me parë nëse informacioni që ka dhënë qytetari është i saktë, kështu që ju mbetet juve me ekipet përkatëse me dalë në terren, me identifiku lokacionin vendin që në bazë të informacionit. Në momentin që e identifikoni, është mirë të asiguroni, pas të procedurave standarde të policisë,